Nëse dikush nuk e ka filterin, çka është agjendë religjioze, çka është agjendë politike, çka është agjendë budallëve, çka është agjendë armiqve, çka është agjendë dikujt tjetër. Krejt mediat, për shkak që i kemi rrjetet sociale burim të ardhunave, na duhet krejt përmbajtje tona me i gjujtë në rrjetet sociale, edhe me bë krejt trikat e mundshëm që materiali ynë mu shit pak më mirë se sa materiali konkurrent. E konkurrente nuk i kemi veç mediat, i kemi krejt çato kategori tjera të njerëzve mos ti përsëritit, njerëzve dhe të organizatave, të cilat po ashtu në rrjetet sociale postojnë. Po problemi i madh që kjo e ka shkaktu, është që e ka gry besimin në media. Nëse dikush nuk e ka filterin, çka është agjendë religjioze, çka është agjendë politike, çka është agjendë budallëve, çka është agjendë armiqve, çka është agjendë dikujt tjetër, dhe i lexon mediat ose një produkt medial ose një historie mediale ose një artikull mrena çati feedi, mrena këtyre agjendave e ka me thonë krejt mediat jeni njëjtë, krejt gazetarët po rrani ose çka do. Në momentin që relativizon çito dhe e gryn besimin ndaj mediave, ç'kjo është hapi i parë ose një prej hapave të parë mu gry besimin në demokraci. Ky vend edhe ashtu e ka pas besimin e ulët në gjykata, e ka pas besimin shumë të ulët në politik, e ka besimin e ulët në sistem të shëndetësisë për fat të keq, në momentin që gryhet edhe besimin media, që atëherë për një me çito themeli demokracisë shkundën seriozisht.